Rreth 60 punonjës të ndërmarrjes publike parkingu i Kumanovës thonë se ende nuk kanë marrë K15 në vitit 2024 e as të vitit 2025. Kanë vonesa në paga dhe punojnë me uniforma të vjetruara. Ata sot kërkuan të drejtën e tyre nëpërmjet televizionit Alsat, ku siç thanë, po kërkojnë atë që u takon, pasi familjet e tyre varen nga të ardhurat që marrin në këtë ndërmarrje. Kohët e fundit kanë fillu edhe rrogat mu vonue, thonë se s'ka pare, këtë mu po thonë që nështë edhe s'muj me marrë edhe rrogë, për shkak se s'ka pare. Sa të është 11 ende se keni marrë? Jo, ende se kemi marrë, për mujtë nëntor, po. Edhe regresin do me thonë s'na kanë pagujtën vitit 2024, mos të flasin për vitin 2025 këtë vit, po. Thonë asë për vitin 2024 nuk keni marrë K15? Jo, se kemi marrë asë 2024, asë tash për këtë vit, po. Нашите конкретни барања не е само моја лична. Kërkesat tona konkrete që nuk janë kërkesa personale janë që të paguhet regresi për vitin 2024, sipas marrëveshjes kolektive e jo siç na thuan që është ndërprer ajo marrëveshje nga Inspektorati Shtetëror nga 24.000 denar dhe tani na paguaj në minimale dhe të bëhet pagesa e regresit për vitin 2025 dhe të merret pagesa pa vonesa pra siç ishte më herët deri në datën 5 të muajit. Drejtori Andrea Maxhovski nuk shpjegon arsyet se përse janë vonuar pagat dhe pse nuk është marrë K15 të vitit 2024 dhe 2025, por vetëm thot se pagat do të bëhen në kohë dhe të gjitha detyrimet ndaj të punësuarve do të kryhen brenda afatit ligjor. E kanë të prapambetur për vitin 2024 dhe e dim se si janë të gjitha ndërmarrjet publike në shtet. Ashtu edhe tek ne, por do t'i marrin për 2025-ën, do t'i marrin të gjithë pagesën e K15 edhe për vitin 2024, po ashtu edhe për vitin 2025. Sa i përket ankesave për uniformat të vjetruara të punonjësve të ndërmarrjes parkingjet në Kumanov, sipas drejtorit Maxhovski, në fillim të vitit 2026 planifikojnë që të hapin tender për prokurorim për uniforma të reja.